ndihmës. Ditën e mirë gjithëve, mirëmbrëmje. Këmisën një. Hajde shpejt. Sot e kemi inspektu punimet në rrugën Hamdi Kurteshi, një prej nyjeve më të rëndësishme të qytetit tonë, edhe më ngarkuara, por edhe në gjendje më të keqe. Unë në mënyrë simbolike njoftova kryeministrin edhe për shtëpitë që janë të dëmtuara nga automjetet që kalojnë këtu, sidomos ato të mëdha. Dhe vlera është 2.4 milion euro, punimet tash në ditë pune janë ndikon rreth një vit, ndërkaq në vit kalendarik janë bërë gati një vit e gjysmë që kemi nisë punimet këtu. Tashmë kemi arritur në pjesën e fundit, dikun rreth 1 kilometër gjatësi kolektor. Kemë mbetur edhe pak punime këtu derisa të mund të përfundohen. Afati optimal për ne, siç e kemi llogaritur për përfundim punime do të ishte 15 korriku, por do të shohim nëse kemi ndonjë sfidë rrugës që mund të paraqitet e cila është e papritur në infrastrukturën nëntoksore. Dhe nëse nuk kemi të lashe, pra deri me 15 korrik do të përfundojmë punimet. E cilat janë projekte që rrënjësisht e përgjithmonë ta ndryshojnë mënyrën se si e shohim qytetin e Gjilanit. Njëri prej cilëve është edhe projekti bulevardit të qytetit në vlerë prej 18 milion euro, kundër i cilit fatkeqësisht në kuvendin komunal kanë votuar kundër partitë opozitare, por prapse kemi gjetur mënyrë dhe metodë që të vazhdojmë me procedurat e tenderimit dhe tashmë jemi në fazë vlerësimit të ofertave dhe besoj që shumë shpejt mund edhe të nënshkruajmë kontratë. Faleminderit juve. Duke u bazuar në punë që i kemi bërë deri tash, duke u bazuar në pastërtinë e qeverisjes tonë, në mënyrën se si kemi punuar deri më tani, në gjithë përfshirjen e projekteve, unë jam i bindur që rezultatet jetë prapë rikonfirmimi i mandatit tonë për mandatin e dytë dhe vazhdimi i projekteve që i kemi nisur ose që do t'i nisim së shpejti.